Kosova pritet që brenda pak javësh të hyjë në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri, një proces që sipas kushtetutës zhvillohet përmes Kuvendit të Kosovës. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi vlerëson se ndonse do të ishte dëshirueshme që presidenti të zgjidhej drejt për drejt nga populli. Modeli kushtetues aktual është legjitim dhe i krahasueshëm me praktika të vendeve të tjera europiane. Ka disa modele për zgjedhjen e presidentit, nuk është vetëm modeli i zgjedhjes parlamentare, po ai i votimit të drejt për drejt nga qytetarët. Edhe në Gjermani, për shembull, presidenti zgjidhet nga një strukturë legjislative e zgjeruar, shpreh Bytyçi. Ai thekson se karakteri parlamentar i Republikës së Kosovës nuk ndryshon as në rast se presidenti do të zgjidhej nga populli, duke i quajtur të pabazuara interpretimet që e lidhin formën e regjimit vetëm me mënyrën e zgjedhjes së kreut të shtetit. Mazhoranca tashmë është e qartë fal vullnetit të zgjedhësve të cilët ja besuan sërish institucionet, koalicioni të lëvizjes vetëvendosje, thot Bytyçi, duke shtuar se çështja e presidentit do të vinë në rend të ditës pas formimit të qeverisë Kurti 3. Në fazën e konsultimeve, sipas tij, kreu i mazhorancës ka detyrimin kushtetues të bisedojë me presidenten aktuale dhe me të gjitha partitë parlamentare, përfshirë edhe ato të minoriteteve. Ai thekson se presidenti duhet të jetë një figurë unifikuese për të gjithë qytetarët e Kosovës. Presidenti përfaqëson unitetin kombëtar të Kosovës, përfshirë edhe minoritetet. Integrimi i minoritetit serb është interesi i vetë serbëve që jetojnë në Kosovë dhe institucionet duhet të jenë garantë të drejtave që ata tashmë i gëzojnë, deklaron Bytyçi. Duke folur për kandidatët e mundshëm, ai thekson se emra duhet të vinë edhe nga opozita dhe se mazhoranca duhet të mbështesë kandidatin më përfaqësues, pavarësisht përkatësisë politike. Nëse ndonjë kandidat i opozitës është më i miri për këtë post, mazhoranca duhet ta përkrahë pa ego dhe pa hezitim, shpreh ai. Megjithatë, profesor Bytyçi është i qartë në vlerësimin e tij për presidenten Vjosa Osmani. Ai thotë se ajo meriton një mandat të dytë në krye të shtetit të Kosovës. Vjosa Osmani meriton të performojë edhe një mandat të dytë si presidente. Meritat e saj janë të spikatura, sidomos në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në përpjekjet për shtimin e njojeve, thekson ai. Sipas Bytyçit, Osmani ka vepruar në rrethana jashtëzakonisht të vështira për Kosovën, duke ruajtur ekuilibra ndërkombëtar dhe duke mbajtur çështjen në agjendën e partnerëve perëndimor. Ajo ka performuar përballë liderëve më të fuqishëm të botës perëndimore, duke mos hequr dorë nga parimet që ka mbrojtur kryeministri Kurti, vlerëson profesori. Ne kemi parë se ajo ka qortuar dhe kritikuar qeverinë dhe kryeministrin kur nuk është pajtuar me qëndrimet e tyre. Kjo është një arsye shtesë që edhe opozita ta votojë, thot Bytyçi. Duke folur për kritikat e opozitës, ai cilëson ato si të motivuara politikisht, veçanërisht për shkak të pakënaqësisë me caktimin e datës së zgjedhjeve të fundit. Opozita mund të tentojë bojkotin e seancës për zgjedhjen e presidentit, por ky veprim do ta penalizonte rënd atë, paralajmëron ai duke shtuar se në rast të zgjedhjeve të reja qytetarët do t'i jepnin mazhorancës edhe shumicën kushtetuese. Dëshkimi për opozitën do të ishte drastik, thekson Bytyçi. Nëse zonja Osmani nuk kandidohet, Kosova ka edhe emra të tjerë, por unë besoj se ajo do të jetë presidente edhe për një mandat, përfundon profesori.